kam në studio kolegun Sokol Bregu. Sokol, gjithnjë kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesë. E pritshme kjo kërkesë 39 vjet burg? E pritshme. Mendoj që është në proporcion me atë që akuzohen. Tani le të presim vendimin e gjykatës, por ajo që do të thoja unë është që duket që SPAK e ka ngritur masën dhe kërkesën për dënim nga 2 apo 3 proceset e mëparshme. Të gjithë drejtorët e mëparshëm të cilët kanë lidhje me këtë grup janë dënuar pothuajse me kusht, janë lënë të lirë, shumë prej atyre. Unë e kam thënë disa herë, por nuk është në një çudi ta ritheme edhe një herë që shumë prej këtyre drejtoreshave të cilat morën dënime të lehta nga GKK, bën edhe foto kështu duke hedhur, duke dhënë një ide, domethënë që s'na u bë gjë, domethënë tjetër gjë që humbën vetëm vendin e punës. Pra ajo që kaloi dhe u pa si dënime shumë të lehta për drejtorët e tjerë të Bashkisë së Tiranës, por në përgjithësi edhe për shumë funksionarë të tjerë të bashkive, se nuk ekziston vetëm Tirana dhe korrupsioni nuk mund ndodhet, dyshimi për korrupsion nuk ndodhet vetëm në Tiranë, është një plagë e hapur në të gjithë pushtetin lokal, dhe vjen një kërkesë për një dënim më të rëndë, e cila në fakt... Tu a shpjegojmë qytetarëve për çfarë akuzohen, çfarë ka ndodhur me këtë dosje 5D? Tani, kjo është një skem që ata kishin krijuar një firmë të tyre, 5D do të thotë 5 drejtorët. 5 drejtorët. Ishin 5 drejtorë të bashkisë, të cilët çdo tender që kishte Bashkia e Tiranës e fitonin ata. Dhe për këtë bashkëpunonin me drejtorët e tjerë të bashkisë. Bashkia vërtet mund të ketë vetëm 5 drejtorë kryesor, pra IMT-n, që është Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, u sjellsin punët publike, është disa drejtori të tilla të cilat janë më të mëdha dhe buxhetet e tyre ndonjëherë ja kalojnë edhe disa ministrive që mund të jenë në qeverinë tonë, i detyronin. Nuk mund të them se nuk u gjet akte korruptive, nuk e di nëse i kanë shpërndar para këtyre drejtorëve të tjerë, të cilët u jepnin fonde kolegëve të tyre, apo kjo bëhe në një shenjë mirë kuptimi, apo shenjë kolegësh, kjo nuk u morë vesh asnjëherë. Sepse SPAK nuk e hulumtoi këtë gjë, nuk e investigoi. Për sa vite e pati SPAK-u këtë dosje? Po kjo është një dosje e cila është denoncuar, domethënë të gjitha meritat, në thonjza të kësaj. I mori deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi, ishte ai që përpara se të fillonte fushatën elektorale me Erion Veliajn, të cilën e humbi, nuk e mbaj mend me sa vota, në atë moment ju drejtua SPAK-ut në një kallëzim penal, dikush brenda bashkisë, ishte në dieni për gjithçka që po ndodhte aty, dhe ja dorëzoi dokumentat Belind Kolliçit, i cili bëri një kallëzim në SPAK. Pra, kjo është një hetim prej 3 vitesh mos gaboj. Ka dyshime për implikim të kryebashkiakut të Tiranës? Jo, përderisa nuk ishte në këtë dosje, ai ka tjetër histori investigimi. U tha në fakt që mund kishte, por në fund fare rezultoi që kjo nuk kishte lidhje me të. A ishte ai në dieni apo jo, kjo është një tjetër gjë, sepse nëse ne mund të flasim gjithë ditën, por nëse nuk janë gjetur prova për të hedhur dyshime dhe akuza ndaj teje, do të thotë që nuk... Po, a janë akuzat të rënda, Sokol, korrupsion, pastrim parash, mos deklarim pasurie? Tani, në veprat në të cilat ne konsiderojmë këto janë më të rëndat. Më të rëndat? Po. Pra, në pikën sepse vetë kodi penal ndahet me seksione. Dhe seksionet e para të kodit penal janë ato që dënohen në rënd. Seksionet e para janë, seksioni parë shtratia lartë dhe nxitje, terrorizmi e tjerë, cilat rrallë ndodhin, domethënë në seksioni dytë vjen krimet kundër jetës dhe shëndetit, cilat janë vrasjet
me dashje, me paramendim, organizat mafioze, tjera. Këto janë ato që janë. Dhe kur vim pastaj tek ato që ndodhin dhe nuk kanë të bëjnë me jetën e shëndetin, pra nuk përdoren armë për të vrarë dikënd, këto janë më të rëndat, nuk ka të tjera më të rëndat. Ka ndonjë shifër për sa para abuzimin po flasin, për sa fshehje pasurie, në çfarë shifra korrupsion? Do me thënë, do gaboja po t'jepja një shifër për një arsye, sepse e kam parë me shumë vëmendje dosjen, e kam parë edhe hetimin, e kam parë edhe procesin e gjykimit, nuk u tha në një moment të caktuar se cili ishte dëmi total në cilin ishe bërë. Di që janë për shumë episode, di që ata kanë fituar tenderin, çdo tender kryesor që jepte vetë Bashkia e Tiranës. Në një moment, këta ishin njerëz të cilët as nuk mund t'i takoja në logjik. Si s'mund t'i takoja, po ishin funksionar publik? Po ishin funksionar publik, por rëndësia tyre i kalonte edhe rëndësinë e një ministri. Që ti është drejtori oficial si Tiranës, është duket kështu si shaka, domethënë, po ka më shumë punëtor ujësiel si Tiranës se ndonjë ministri e madhe. Ka më shumë punëtor dhe punonjës. Ka më shumë fonde. Sepse në vazhdën e kësaj premtimit 24 orë ujë, se duam të futemi dhe MBE, po 24 orë ujë nuk e bëm kur do të Shqipërinë. I vendi rrethuar nga ujë gjithandej. Po pse ndodh kjo? Po korrupsioni? Po a janë grupi strukturuar 5D? Në një Shqipëri ku ka ujë në çdo cep, në një Shqipëri ku ka minimalisht 50 biznesmen super të mëdhenj që çfarë bëjnë? Shesin ujë, Shqipëria nuk ka ujë. Prandaj drejtori i ujësjellit të Tiranës është shumë i rëndësishëm. Prandaj drejtori i MT-s së Tiranës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ku ndërtohet? Në Tiranë fillon toka nga 20 euro metri katror dhe mbaron me 5.000 euro metri katror. Në Çorovod me 10 centë dhe nuk ta blen njeri. As ngramsh. Kjo është e gjithë logjika pse janë më të ose ai punëve publike mas ndaj është një. Apo jetonin si grupi strukturuar Sokol, apo janë tek e tek? Domethënë 5D, kur themi 5 drejtorë, Jo, grupi strukturuar, nuk me grup të strukturuar kriminal do të kishin dhe 5 vjet të tjera, minimalisht fillon dhe dënimi nga 15 vjet secilin. U dha një ide që ata kishin funksionuar si një grup i strukturuar kriminal, por në të vërtet ajo është shumë e vështirë për t'u provuar. Unë nuk e di çfarë do ndodhi në gjyqin kundrejt Ilir Beqejt me këtë akuzë, si do provohet që ata ishin një grup i strukturuar kriminal. Jam shumë kurios për ta ditur dhe nga ana ligjore si qëndron, kur lidhen në këtë pikë, u hodh një tentativë e tillë, por duhen vite interpretim ligji për ta krijuar këtë dhe mendoj që gjykata e posaçme ende nuk e ka aftësinë për të vërtet mund të ketë një interpretim, por nuk e ka aftësinë për të dalë në përfundim dhe për ta mbajtur atë akuzë të grupit strukturuar kriminal se si funksionon. Por ti nuk ke dhënë një urdhër për të kryer një veprim. Për shembull, grupi strukturuar kriminal deri tani i pastër që ka lidhje me korrupsionin është grupi i Akshit. Sepse u kryen dhe veprime kriminale, pengmarrje, haptazi, shantazhe. Ky është funksioni i grupit strukturuar kriminal. Po këto, a nuk koordinoheshin dhe këto me njëri tjetrin? Po nuk u gjet që koordinoheshin, po nuk u gjet që paguan, nuk u gjet që kërcënonin dikënd. Nuk tha njeri që unë e dhash këtë tender se u kërcënova nga dikush apo më vun pistoletën në kokë apo e firmosa apo ishte një e bëra 4 me një urdhër se në të kundër të heqim nga puna, nuk kishte një gjë të tillë. Për të qenë perë dhe me çështjen dhe nuk kishte një tillë që të qëndronte në logjik. Ishte një dyshim, tani ta shohim se provat kanë dalë, të shohim vendimin që do japi gjykata, ishte një histori e pastër korruptive në kuptimin ke djeni prej sa kohësh e ushtronin aktivitetin e tyre në bashki? Po këta kanë përshtypjen se ndetën 2 mandate. 2 mandatet e para ishin në detyrë. Në mandatin e tretë humbën detyrën. Pas kallëzimit u bën dhe arrestimet shumë shpejt.
Me këtë dosje SPAK procedoi jashtëzakonisht shumë shpejt. Këta u trajtuan të gjithë me masa paraburgimi, pavarësisht se në një moment dy prej tyre kanë dalë me drejt sepse kanë probleme shëndetësore. Dhe këtu pastaj çfarë do që të bësh, unë jam për respektimin e drejtit e të drejtës të paraburgosurit. Nëse është i smur, duhet vazhdoj të rrinë në shtëpinë e tij ose në një ambient spitalor. Nuk mundet të ecim ne me gjykimin që ti ke bërë një dëm shoqërisë dhe tani duhet të rrish patjetër në burg edhe kur je smur. Duhet respektuar konform rregullave në fuqi. Kuptohet, jo nga këto letrat që gjejnë këta shkojnë te një mjek ligjor atje mbusha një kartel sikur. A ka fiktivitetet e kjo të qenit i smur në kushtet e paraburgimit dhe të burgosjes? Ka sepse duhet, nëse i je vërtet, duhet marrësh, duhet shkosh minimalisht rreth shtëpie, të marrësh shërbimin tënd sepse po flasim edhe për gjendje depresive, për shok, për sëmundje, kështu që duhet ta respektojmë edhe është tjetër gjë koha në cilën ti e kalon, paraburgimin e tjetër gjë, hetimi, gjykimi një dosje, dënimi sipas në proporcion me akuzën, sepse këto kanë, unë po them, për herë të parë po shoh një ndaj bashkive që ka një proporcion me akuzën, që të gjithë kanë dalë me kusht. E qa u kuptua këtë? Ata e mbarojnë atë dënimin me kusht, dhe nesër i ke drejtor të gjithë. Të gjithë të dënuarit e mëparshëm në këtë vend punojnë akoma në shtet, se nuk i ndalon një gjë të tillë. Kanë marrë një dënim me kusht, e mbajnë atë dënimin për sa kohë të jetë ai në atje dhe fillojnë bëhen prap drejtor. Dhe çdo të thotë jo ku dolëm. Tani kjo ka një logjik, ka një mënyrë më ndryshe të është ngritur proporcioni në favor të një dënimi në kërkesës për dënim, presumohen pafajshëm, jo vetëm kur të shprehet gjykata e shkallës parë, por edhe kur vendimi final është ai i gjykatës së apelit. Pra kjo është ende nuk quhesh i dënuar kur ta marrë gjykata e shkallës parë. Apeli e vendos. Pse e forcon kaq shumë SPAK-u kërkesën? Pse kërkon kaq shumë vite burg me që po thoni këtë? Po, mundet edhe ishte në një breshëri të medias që si ka mundësi të tjerët i la me një kohë ulët të dënimit. Besoj që kur unë ndjeva unë i fyer që ato nxirnin gjuhën pas vendimit të GKK-s, edhe ai prokurori që i ka hetuar, besoj i fyer ka ndetur. Nuk është ndjerë krenar për dënimin e ulët që kërkoj, apo ajo antarja e gjykatës atje që dha vendimin. Se këto janë dhe të turpshme në logjik. Kjo është e gjithë ideja. Domethënë, për mua më shumë vret ajo mënyra e tyre e përçmimit të atyre që në fakt duhet jetë shërbëtori tyre. Se sa burgu. Nuk më intereson bëjmë burg apo jo. Për sa kohë ke bërë dëm ndaj administrimit Nxorën pra gjuhën ato, publike? Sebastian, nxorën gjuhën mas vendimit. Të gjitha në foto. Edhe ti ku ishin, njëna ishte në një ishull, tjetra në ishull në Greqi, tjetra këtu edhe morën gjoja një vendim edhe bënin dhe foto me poza seksi edhe me veshje ndryshe. E qa dënimi morën? Morën e vit me kusht. Po dëmi, ku ishte? Që janë këto dënime? Mos i dëno fare dhe. Që e fajtore se mos i dëno fare, mos i qo. Që shkjo ja mbaroj e viti dënimit me kushta e vazhdojnë prapë drejtoresh. Që kuptua në? Sa mirë këtë kryetar e bashkisë Rogozhinës ti e gjete për një telefonat një vit burg. Që shkjo mënyrë, këtë e leti me kush do më thëmë, po pse më kush në hanin e babës janë këta këtu te gjykata? Dënimet jepen gjithmonë në proporcion dhe me atë që ke dhënë. Nuk vim ne, sonë reformë në drejtësi, po nuk vim do të drejtësin te kjo reforma në drejtësi. Se duen unifikuar vendimet, duen unifikuar dhe dënimet. Nuk po flasim këtu për rastin konkret. I ke parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si thot, nëse është gjykuar një herë një çështje dhe thot, je kapur me presh në dorë për këtë, nuk vazhdon gjyqi. Dënohesh direkt. Se shprehur një gjykata më përpara për të njëjtën çështje.
Kjo është reformë. Këtu të njëjtën vjedhje kanë bërë, njëri dënohet me kusht, me orë pune, tjetri dënohet me burg, tjetri t'i shtojnë edhe akuz tjetër tani. Unifikimi i vendimeve dhe i dënimeve dhe gjithaj. Sokol, të marrë dhe një koment, faktikisht, ditën e sotme, Besmir Dervishi është komanduar zëvendës drejtori policisë së Tiranës, është pezulluar kolegu i tij Erion Ismaila, i është marrë në cilësinë të pandehurit për dosjen e Akshit, që fole pak më herët. Normalisht ai ishte i pezulluar, kuptohet që drejtori i Tiranës e mbati për një kohë gjatë në këtë pozicion. E mbati me idenë që dhe i dhatë drejtën që ai të kalonte dy shkallët për kërkesën e tij legjitime për të rrëzuar atë masë që i kishte vendosur SPAK, të dyja i humbi, edhe në shkallën e parë dhe në apel, normalisht policia e Tiranës do të kërkonte një nëndrejtor dhe që është vendosur në këtë moment. Tani, sa efektiv është ky ndrim, këtë zdita... Kjo ngelet për të parë. Kjo ngelet për të parë. Unë hyt tek ata që nuk bëj dot vlerësimin e një kuadri të policisë në detyrë, nuk di fare mirë që midis drejtorit dhe nëndrejtorit të Tiranës gjithmonë ka patur një largësi shumë të madhe në të dyja pikat, edhe në logjikën e punës e në logjikën nuk e di pse gjithmonë këta nëndrejtorët kanë dorë. Nuk e di. Gjithmonë kanë ndodhur që nëndrejtorët gjithmonë kanë dorë në për Tiranë, po nuk është se kjo është në vazhdën asaj. Le ta shohim. Tirana është i qyteti vështirë, krim ka shumë, vërtet nuk ka vrasje, po ka krime pothuajse për ditë, me dhjetra, me qindra krime dhe ato që shqetësojnë më shumë qytetarët janë vjedhjet, apo jo. Është një histori, ata e din të gjithë që në Tiranë banon pothuajse 2/3 e Shqipërisë, kështu që normalisht krimi është në nivelet larta. Sokol, kënaqësi që të kesh në studio. Faleminderit ju.